Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Këshilli Bashkiak i Lushnjës përmes një postimi në Facebook ka reaguar në lidhje me vlerësimin nga Bashkia e Lushnjë me titullin qytetar nderi Dr. Gjergj Velos. Votoi i gjithë këshilli pro përveç 2 vota kundër dhe zoti Velos figure pastër, thuhet në postim. Vazhdojnë debatet kryesisht me postime në rrjetet sociale për vlerësimin nga Bashkia e Lushnjë me titullin qytetar nderi Dr. Gjergj Velos, drejtuesi i pushtetit ekzekutiv në vitet 1975-1989 në Lushnjë. Zoti Velo është edhe kryetari i organizatës së dëshmorëve të kombit që propozoi këtë vlerësim. Përmes një postimi ka reaguar në rrjetet sociale Këshilli Bashkiak i Lushnjës pas deklaratës së djeshme për mediat nga zyra e Partisë Demokratike Dega Lushnjë që me anë të zotit Çela kundërshtonte këtë vlerësim të një zyrtari të kohës së diktaturës. Në deklaratën e Këshillit Bashkiak thuhet se, nisur nga interesi i opinionit publik dhe ai mediatik, por edhe nga qëndrimet e disa aktorëve politik në lidhje me vendimin e datës 29 shtator 2025 të Këshillit Bashkiak Lushnjë për të nderuar me titullin qytetar nderi të Lushnjës zotin Gjergj Velo, sqarojmë se vendimi me shumicë votash në Këshillin Bashkiak, ku kanë votuar vetëm 2 kundër, është marrë në fund të një procesi ku janë zbatuar të gjitha procedurat ligjore. Veç motivacionit për të nderuar zotin Gjergj Velo për të gjithë angazhimin dhe kontributin e tij në zhvillimin urban të qytetit të Lushnjës, Bashkia e Lushnjës, sikurse edhe në disa raste të tjera, i është drejtuar me një kërkesë për informacion në datën 9 tetor 2024 autoritetit për informimin mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit, në lidhje me verifikimin e pastërtisë së figurës për kandidatin e propozuar për marrjen e titullit të nderit zotit Gjergj Velo. Në përgjigjen zyrtare të kthyer më 27 nëntor 2024, autoriteti konfirmoi pas verifikimit pastërtinë e figurës së kandidatit të propozuar për titullin qytetar nderi. Propozimi për dhënien e titullit qytetar nderi për zotin Gjergj Velo u bë nga organizata kombëtare për dëshmorët e Lançit dhe dëshmorëve të tjerë të Adheu Dega Lushnjë, si dhe u mbështet nga Bashkia e Lushnjë. Propozimi kaloi me 4 vota pro dhe 1 kundër në komisionin këshillor për dhënien e titujve të nderit, ndërsa në Këshillin Bashkiak Lushnjë, në mbledhjen e datës 29 shtator 2025, propozimi u miratua me 21 vota pro dhe 2 kundër, thuhet në deklaratën e postuar në faqen e Facebookut të Këshillit Bashkiak të Lushnjës. Kundër këtij vendimi votoi kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak, Klement Çela, dhe një antar tjetër i opozitës. Policia e Lushnjës ka nisur procedimin e gjendje të lirë për 2 persona që u përfshin në një konflikt brenda familjes, ku nusja dhunoi vjerrën dhe u kërcënua nga kushëriri i bashkëshortit, kurse policia e Fierit arrestoi një 29 vjeçar me drogë në makinë gati për shitje. Policia e Lushnjës njofton se ka nisur procedimin penal për 2 persona në Lushnjë për një konflikt brenda në familje. Nusja ka dhunuar vjerrën e saj dhe më pas kushëriri i bashkëshortit e ka kërcënuar. Policia e Lushnjës ka nisur procedimin e gjendje të lirë për shtetasit me iniciale EK 46 vjeç dhe MK 44 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasit EK 46 vjeç dhe MK 44 vjeç, pasi dyshohet se shtetasi EK ka kanosur shtetasen MK, bashkëshortja xhaxhait të tij, ndërsa 44 vjeçarja dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vjerrës së saj. Ndërkohë, blut e Fierit kanë arrestuar një 29 vjeçar pasi u kap me një sasi lëndë narkotike kanabis në automjet. Në njoftimin e policisë thuhet se si rezultati i administrimit të shpejtë të informacioneve të siguruara në rrugë operative për një shtetas të implikuar në prodhim shitje narkotikësh, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe shërbimet e forcës së posaçme operacionale kapën dhe vunë pra nga autorin e dyshuar shtetasin RO 29 vjeç banues në Fier. Gjatë kontrollit fizik dhe gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte, këtij shtetasi u gjet sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, e ndarë në 35 doza të gatshme për shitje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Gjenden mbetje e shtërore në fshatin Hajvali në Prishtinë. Sipas policisë, dyshohen të jenë të së paku 3 personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në varresat e fshatit Hajvali në Prishtinë më 20 tetor janë gjetur mbetje e shtërore, që dyshohen të jenë të së paku 3 personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë më 1998-1999. Në raportin 24 orësh të policisë thuhet se gërmimet janë kryer me urdhër të gjykatës themelore të Prishtinës.
Njësitë policore të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Luftës në koordinim me IML-n dhe Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur kanë realizuar urdhëresën e gjykatës themelore Prishtinë për gërmim në varrezat e fshatit Hajvali dhe kanë gjetur mbetje eshtërore të njeriut që dyshohet të jenë të paktën të 3 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë 1998-1999, thuhet në njoftim. Mbetjet janë tërhequr nga Instituti i Mjekësisë Ligjore për ekzaminime, ndërsa punimet do të vijojnë edhe ditët në vijim. Kosova dhe Serbia arritën pajtueshmëri më 2023 për deklaratën e përbashkët për personat e zhdukur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 njerëz, ndërsa mbi 1.500 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Shumica e të vrarve ishin civil shqiptar. Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy nis dënimin me 5 vite burg në burgun La Santé në Paris. Ai u dënua se në fushatën e tij të vitit 2007 mori miliona dollar nga udhëheqësi libanez Gaddaf. Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy ishte presidenti i Francës mes viteve 2007 dhe 2012. Ai është presidenti i parë që shkon në burg ku do të fillojë një dënim me 5 vjet për komplot për mbledhjen e parave për financimin e fushatës së tij elektorale nga diktatori libanez Gaddaf. Sarkozy është ish udhëheqësi i parë francez që burgoset që nga bashkëpunëtori nazist Marshal Philippe Pétain pas luftës së dytë botërore në 1945. Nicolas Sarkozy, 70 vjeç, shkroi një mesazh të gjatë në X. Dua t'i them popullit francez me forcën time të palëkundur se nuk është një ish-presidenti i Republikës që po burgoset këtë mëngjes. Është një njeri i pafajshëm. Sarkozy ka kërkuar një trajtim jo special në burgun La Santé në Paris, por ai është vendosur në izolim për siguri nga të dënuarit e tjerë. Dënimi i Sarkozys i jep fund viteve të tëra betejësh ligjore mbi akuzat se fushata e tij e vitit 2007 mori miliona dollar nga udhëheqësi libanez Gaddaf, i cili më vonë u rrëzua dhe u vra gjatë kryengritjeve të pranverës arabe. Ndërsa Sarkozy u shpall fajtor për komplot me ndihmës të ngushtë për të orkestruar skemën, ai u lirua nga akuzat për marrjen ose përdorimin personal të fondeve. Ai vazhdimisht ka mohuar çdo shkelje dhe e ka quajtur çështjen të motivuar politikisht. Janë gati rregullat e reja për lejet e drejtimit në Bashkimin Evropian. Kush humb patentën jashtë shtetit s'do lejohet të drejtojë makinën në vendin e tij. Parlamenti Evropian vendosi sot për rregullat e reja të patentës në Bashkimin Evropian. Kushdo që humbet patentën e drejtimit jashtë vendit nuk do të lejohet më të drejtojë makinën në vendin e tij. Bashkimi Evropian është gati për lejet e reja të drejtimit të automjetit. Rregullat do të zbatohen nga qeveritë e BE-s, megjithatë vendet anëtare kanë një farë lirie veprimi kombëtare. Qëllimi kryesor i rregullores së re është uniformiteti i patentave brenda BE-s, veçanërisht kjo do duhet të luajë rol në çështjet e sigurisë. Një pikë e rëndësishme është se kushdo që duhet të dorëzojë lejen e drejtimit të automjetit në një vend tjetër të BE-s nuk duhet të lejohet të vazhdojë thjesht të ngas makinën në vendin e tij. Kjo do të thotë që pezullimi i patentës së drejtimit duhet të njihet dhe të zbatohet në të gjithë Bashkimin Evropian. Informacioni duhet të shkëmbehet. Leja digjitale e drejtimit të automjetit do të jetë aksesueshme përmes smartphone-ve, gjë që është veçanërisht e mirë për të rinjt që kanë gjithçka në telefonat e tyre celular. Po ashtu do të ketë një kohë prove 2 vjeçare patentës për të rinjt kudo në BE nga mosha 17 vjeç. Rregulloret e reja kanë për ata që mësojnë drejtimin e automjetit. Do të kërkohet më shumë vetëdijësim për rreziqet e të quajtur këndit të verbër, si dhe përdorimit të telefonave celular në automjet. Po ashtu të kushtohet më shumë vëmendje këmbësorëve, fëmijëve, atyre me biçikletë dhe të tjerëve të pambrojtur në rrugë. Sa i përket lejeve të drejtimit të makinave të vogla, limiti i peshës së përgjithshme për automjetet me sisteme alternative të drejtimit do të rritet ndjeshëm. Pas debatesh të mëdha, nuk do të ketë kontroll shëndetësor për drejtuesit e moshuar të automjetit. Shtetet e Bashkimit Evropian mund të vendosin vetë për këtë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.